diçka tjetër. Pra, faktikisht u rikonfirmua pak a shumë edhe aja që kemi hamendësuar edhe ma herët se ka qysh teksti, me gjasë ato partit mramë që u taku edhe Hamza edhe Kurti rikonfirmuan mbështetjen për një kandidat që mbas të dyjat e kam pas disponimin, por as njëra tjetër s'ja ka thonë deri në momentin e fundit, sa që e pam edhe gëzimin e kryeministit Kurti që u nis me gjipa për Drenicë. Dhe kjo le me kuptu që do të kemi pra një propozim të ri, por që mbetet pra me pa nëse do të ketë edhe mbështetjen e LDK-s. Me gjasë kryeministi Kurti po do me patjetër me pas edhe mbështetjen e LDK-s, sepse ju friksohet disa votave në të individëve mbrenda subjektit e tij, për shkak që e dim që nga Vjosa Osmani, nga partia e Vjosa Osmanit nga lista Guxon këtë rast, janë disa deputet që mund të nxjerrin disa kushte dhe disa çështje, por në këtë kuptim pra i duhet një numër pak më se jo rastësisht pra po themi 80 deputet, nuk janë pak, për shkak nuk janë pak se janë pak partitë e opozitës që kanë pak numra dhe edhe nëse shkon me PDK-n pra disa individ që mund të për arsye caktuar mund mos të vënë votën, pra mund të rrezikojnë procesin. Ideja është që me gjasë me dalë një kandidat për te Vjosa Osmanit. Apo që mund t'jetë mundësia që t'jenë dy propozime në këtë rast, të ketë garë të vërtet për presidentin? Do t'jenë obligativisht, po në nuk besoj që do t'ketë dy propozime. Po që kemi garë të vërtet në dy propozime të fuqishme nuk do t'kemi. Pra, do t'jetë përsaktimi i qartë, a do t'jemi me Vjosa Osmanin, apo do t'jemi me kandidatin tjetër, që në këtë rast me që s'është zyrtarisht s'po du edhe me hishëm në detaje. Kjo është e sigurt, pra, edhe Vjosa Osmanin edhe dikan tjetër nga familja Jashari nuk do t'a kemi. Pra, do t'kemi ose njërin ose tjetrën. Që përmendet familjen Jashari